Shikoj që kam shumë komente pozitive sepse gjithmonë klientëve ju kemi dhënë produkte cilësore dhe çmime vërtet ekstreme. Sot kemi sjell furnizime të reja, shikoni pak, kemi sjell atlete Louis Vuitton dhe këtu flasim për gjëra cilësore. Dhe detaje atletja është fantastike dhe do t'i nxjerrim në ofertë. Kemi modelin e Hermesit dhe nuk janë vetëm këto ngjyra, por i kemi në ngjyra të ndryshme. Kemi sjell atlete të në, edhe këto do dalin në ofertë, do dalin vërtet në ofertë. Gjithmonë, veshje sportive Brian ju ka folur me produkte cilësore dhe me çmime vërtet ekstreme. Dua t'ju sqaroj diçka në lidhje me cilësinë e produkteve që kemi në dyqan. Kjo atlete të në është vërtet cilësore dhe duket që këtu në video. Kurse atletet të në që janë të tregut, ne i kemi këtu dhe i shesim për vetëm 25.000 lekë të vjetra, por nuk ju mbajmë ndonjë garanci të madhe. Këto janë të në të tregut. Kurse këto këtu janë të në që ne i shesim 65.000, por do t'i nxjerrim me ulje sot. Të tregoj diçka dhe në lidhje me cilësinë e rrobave. Për shembull, kemi këtë kostumin këtu Adidas, këta e ka tregu, në treg kjo shitet 55 dhe 65.000, ndërsa ne kemi nxjerr 35.000 në ofertë reale, por kemi 3 cilësi të ndryshme, do t'ja u tregoj tani me detaje, kështu që ju lutem më ndiqni pak të orientojeni dhe ju me produktet që kemi në dyqan. E jani me mua miq, sepse nga donjerë në për foto dhe video produktet duken të njëjta. Por, gjithmonë produktet që janë të tregut, unë gjithmonë i kam degeneruar dhe kam pasur sasi gjallje. Kemi shitur, është kostumi mirë, nuk është i keq, por që nuk e ka askush në Shqipëri më lirë se ne. Ky ka dhe 2 cilësi të tjera, e janë t'ja u tregoj pak. Kemi këtë modelin këtu, ky del 65.000, ndërsa ky tjetri 35.000. Ndryshon cilësia, shumë pak edhe shepja. Shikojni pak këtu, që në shepje, që në etiket, në detaj. Shikoni dhe këtë tjetrin, kjo ka tjetër shepje dhe të tjera detaje, ndërkohë që është modeli i njëjtë. Nuk e dia duket qartë aty në kamerë, eja t'ju tregoj dhe modelin tjetër që kushton 85.000, po i njëjti model me këtë Adidas. Po i len këto, që tregoj disa detaje të vogla, po që bëjmë vërtet një ndryshim të madh. Ky kostumi Adidas është 85.000. Shikoni pak se çfarë punimi dhe shepje që ka në detaj, në etiket, në kualitet, në cilësi ndryshon. Shikoni pak këtë që është 35.000, çfarë shepje ka ky dhe çfarë shepje ka ky tjetri. Sepse klientët gjithmonë kur vinë këtu tek unë, gjithmonë marrin kostumin e shtrenjtë. Po ju tregoj edhe një herë detajet e 65.000 lekë. Shikojeni? Përsëri nuk ka lidhje me këtë që është 85.000. Gjithmonë këtë kemi shitur më shumë. Prandaj veshje sportive Brian ju ka dhënë gjithmonë klientëve produkte cilësore me çmime vërtet të arsyeshme. Këto janë detajet që bëjnë një ndryshim shumë të madh. Shikoni shepjen që ka ky kostumi 85.000, kjo është punime specialisti, këta e kuptojnë rroba shepsët që janë specialist, ndërsa kjo që është 65.000, shikoni pak se çfarë shepje që ka. Edhe kjo që është 35.000. Nuk ka lidhje dhe, duket. Të nderuar miq, siç e pat, produktet që ka në për treg latte poshtë, që jo po Brian i ka kaq, unë e kam aq, unë i kam degeneruar, i kam shkrim. Nuk guxon dot tregtar të thotë që i kam më lirë se Briani. Gjithmonë klientëve ju kemi dhënë produktet cilësore duke ja shpjeguar në detaje që kjo është kështu dhe kjo është kështu, siç e pat në për video. Dhe prandaj jemi këtu ku jemi sot, sepse nuk është e lehtë të mbash një dyqan 500 metra katror me aq shumë produkte, nuk është e lehtë që ta mbash në kohët e sotshme. Por sinqeriteti
dhe korrektësia na ka mbajtur deri më sot. Kështu që produktet e tregut nuk keni pse vini më shtrenjtë, ndërkohë që ne I kemi në ofertë si kostumi syna, për shembull, në treg është 35 ose 40, ndërkohë që ne kemi 25.000 dhe kemi gjendje sasiore. Nuk I kemi mbajtur klientët duke nxjerrë një X lanë reklamë sa të na shikoj bota dhe kot sa të bëjmë zhurmë kot. Nuk kemi bërë zhurmë kot. Kemi bërë zhurmë me vepra. Kështu do të vinë dhe produktet verore dhe produktet pranverore. Ofertat në vitin 2026 do jenë bombastike. Kështu që keni kujdes, nuk është e lehtë të kopjosh apo të imitosh veshje sportive braja. Duhen kalçore, ti je si mua. Duhen vepra, jo llafe. As account e fake nuk